Në një atmosferë të ngrohtë, plot emocione dhe gëzim, kopshti Xixëllonja në Ulqin organizoi ceremoninë e përcjelljes së fëmijëve parashkollor drejt një etape të re të jetës së tyre, nisjen e klasës së parë. Edhe pse pa angazhimin e drejt për drejt të edukatorëve dhe vetë fëmijëve në programin artistik, ky aktivitet shënoi me dinjitet fundin e një periudhe të mbushur me lojë, mësim dhe kujtime të bukura. Çdo buzëqeshje, çdo përqafim dhe çdo moment i ndarë së bashku dëshmoi për rrugtimin e tyre të suksesshëm në kopësht. Fëmijët, të gatshëm për sfidat dhe aventuret e reja shkollore, mbyllën një kapitull të veçantë të fëmijërisë së hershme dhe hapën derën drejt botës së dijes. Kjo ditë mbeti një kujtim i çmuar për ta, për prindërit dhe për të gjithë ata që i kanë shoqëruar në hapat e tyre të parë drejt rritjes dhe edukimit. Nën kujdesin e edukatorëve, fëmijët ndanë me prindërit, gjyshërit dhe të gjithë publikun disa performancat e tyre kulturore. Na ishte seç, na ishte një herë, fillonin pralla që tregon gjyshja për herë. Dhe historia jon, një histori e rallë, ka plot magjik, tamam si në prallë. Në një pyll të gjelbëruar, ku njeri nuk është kaluar, plot me fera, plot me drur, plot kërpudha edhe gur. Një mëngjes, për sa agoi, një trumpet fort u shtoi. Në lëndin kishin dal Gardalina dhe një gale. Me trumpet lajmëroni të gjithë kafshët që kaloni. Rapetap, sot një pyll një kopsht u hap. Urdhëroni të mësoni, kokën tuar pasuroni. Rapetap, sot një pyll një kopsht u hap. Japin librat të të ri, bëjmë mushtri me llogari. Ju mësojnë të lani lëmbët dhe pastroni duat e këmbët. Prindër gjyshër anë e mbar, na lodhe nga çdo anë. Morëm të vegjël për para, ne për pyll e ne për arra. Lanë dregën pa gatuar, lanë punët pa mbaruar, dhe u nisën në lëndin tek mësuesja Gardalin. Në dritare t'jelin për shëndet, na uroni minë mëngjes, këndës fuqve në prante, në sel kase dhe hari. Është një ditë e bukur për rapi, është një ditë e bukur
shiko, një shtëpis plot me dritë, fqer ka brenda. Nuk e shtëpis, është një raft me libra. Thesari pyetën, një libra që në mëson shumë gjëra që në ka treguar mësësja. Mos e presente mësësari. Përderoni në pyll. Qatësi në pyll. Registrojnë në kopshën e Zezëllonjës. Dua të kaloj projën talentit. Ta shojnë kush është në risti pare. Aha, le porosh, zash la posh, le porosh. Çfarë të bërë se vërgjatë? I shpejt, për pak si frika cak, për hajt, i kalon. Tani rodhën e koljedh në bishë më ndashe, e s'pa shpejt se në kaloj dreka. Mësues, unë nuk vrapoj, unë di të bëj selfie në pyll. Për i ka, për adin kjo automatik. Një pull dhe një pull bën një darkë shumë të shishme. Këtu nuk jeni në kopës. Mësues, ky stili oj komoter. E bëj këtë mostret e ndere, por të bëj të kërcenë. E fundet është milingonja, puntorja, e vogël sa një thëri, për shumë trime, por çfarë di të bërë si më e vogël? Unë nuk bëj zhurmë si ujku, as foto si dherpra, unë thjesht punoj. Përderuani mi lingona. Po kush ishtaj? Ka sjell këtu. Papá. Vendos, ky pyll ka talentet e ralla. Gjithë jeni të pranuar të tani në fillojnë mësimin të mësojmë shra nga fillimi. Ario, më shikoni mua, a kolorët se dua orët, shumë më pëlqen mua. Wow! Be, rini urt mas berni zë. Përsëri, si çdo ditë, apetare kanë vita polinë, më tërheq një shkonqim, u vedoj me librin tim. Dhe me shkronjën amër një hari, me shkronjën dërbesh kam shtenjur.
vishet pispiloset edhe në qytet. Me fustan të zi dhe me shallin gri, me krahët të lehtë ndalet në bibliotek. Atu ka shumë libra, ka shumë qetësi, çdo herë kur lezohet as një as dëgjohet. Bës, 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 ti moj me ngjelet, se nuk je në rrugë, por je në bibliotek. Bës, 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 ti moj me ngjelet, se nuk je në rrugë, por je në bibliotek. Vishet pispiloset edhe në qytet. Me fustan të zi dhe me shallin gri, me krahët të lehtë ndalet në bibliotek. Atu ka shumë libra, ka shumë qetësi, çdo herë kur lezohet as një as dëgjohet. Bës, 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 ti moj me ngjelet, se nuk je në rrugë, por je në bibliotek. Bës, 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 ti moj me ngjelet, se nuk je në rrugë, por je në bibliotek. Na 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 na. Në kohë filloi mësimi, matematika dhe vizatimi. Kopshti jon plot bukuri, na u bë si shtëpi. Një grup matematik po mëson në një lëndin me mësuesen Gardalin. 2 + 2 bajnë 4, kini mendjen vetë gjoni, plevje spitja të mësoni. Gardali në ka 2 këmbë, ku se mocja ka 2 këmbë. Me një fjalë për i fën troq, je moza ka sa për të zoq. Flet me kë,
flet me vjesha e atrim, pylli flet me viza time, flet me lojna e shumë kujtime. Të dizëllonjat në kopshtin tim, rrezat të djeli sjell, pemës jafa një lulezim, lules petale dja qel. Të dizëllonjat në kopshtin tim, pletëve që mlevi në këtar, lulja fa me gëzim të bëmja të raf. Çdo dit edhe një flutur, la gjurëm në kopshtin tim, në kopshtin ton të bukur, fal ngjyra pa mbarim. Flutura
merë në bord të kopshtit me gëzim i nxjerr. E jani o thot, trarin ta kaloj, trupin ta stërvisim e ta shkaktërson. Po më shihni mua, po provoj e para, krahu t'i mbaj hapur, sy t'i mbaj për para. Pas edukatores vogëlushët pan bene nguzimtar si kaloj më tanë. Shembullin e benit do qenë monda qimi, zbritën thirën fort, qeshën nga gëzimi. Dhe edukatorja mbushat plot me gas, ju lumë vogëlushët, më kënaqet sot. Vetëm bore vogër, rinte veçuar, te nga fundi rreshtit, duke menduar. Eja bor, eja, hypë dhe ti një qi. Jo edukatore, bie bum, kam frik, kot frikohet ti. Bor, moj manare, se si shokët qoqet, ti e guzimtare. Mori zemër bora, hipi lembitra, e si ndonjë flutur, e si e nuk ra. Gëzojnë vogëlushët dhe edukatorja e përplasin duar të lunë moj bora. Një bëshke vogël, nisin e vit, të ngjitin e podër, me shumë budzim, të tjerti pun jenë shumë nga val, por ajo bëjt të shite së ndal. A pas hali, pa unë zituar, të rrugë gjatë dhe merës, kur e i duruar e kur lovej. Ajo s'dushonte, sepse endre asaj e ferisë leftonte. Një hapi vogël, shtorit e pak të shumë, ari larkës e beson, në rrugën të në shumë.
sherja deng, arushin goja shkon të leng, u trimrua a kësaj herës, për helmet, mori një të nxere, i u turën bletë thumë, për thumë i kusëm gullet, jo boj kokë njësoj si tullet. O, bobon, gorga! Rapaj në lumë, zinë të i zori, ku i dhem të në shumë. Sa thujan bletët, por dëm të më bëj, të gjitha bashk, arushin për fund e dhej. Nuk ka thojnë kotë, plesh në katut, së bashk i voli të madhe në mund. Në këtë pyll me oritëm, endra thurëm pamba, dhe momentet me të bukra to i ruam si kujtim. Shruam letram vizatua, kujtën ditën që kalua, na gëgjoli me kujdes, se e të gjithë me këtë bes. Letra ime është për suset të dashura. Suset të dashura, faleminderit që na mësuar me shumë durim dhe dashuri. Na mësuar të shkruajmë, të vizatojmë, vetëm jeni shok të mirë. Je dua shumë. Kalua muaj, kalua mut, një festa madhe po bëhet sot. Në mes të pyllit, në këtë lëndit, këtu pëzizat e kanë shtëpin. U mlodhen bashkë për të festuar, se korpsin sot ne e përfunduar.
lezoj qëti pyllet, pa me zaim love, fërfërite, si një gjyshe ju foli, fare zate mia, kuv mos I harroni, kur jeni në pyll, apo kush të këtoni, kënd, tu këndoni, e për vetëm ti mbani e ti shpërdani, nesër do të lindin fidanet me lerë, kopshti vëzicove lulezoj për herë. Zicëllonjat larë në qilë do fluturojnë, shdo njallë si pikat rita, më ëndra do ustojnë. Zicëllonjat që shetitë në përpyje, larë qeli ju thot, mirë se vini yje. E po mirë, me shtemi, erdi dita që pambyllet kopshti sot, çfarë du të merrni në çantat e juve? Unë erdha në kopësht, duke menduar vetëm për vetë, por këtu mësova që gjërët më të bukura në jetë dahen me shokët. Në çantë po marr për qafimet dhe lojrat dhe premtimin se shoqërin ton nuk do të harroj kurrë. Unë dikur beja shumë se nuk të gjëja askën, po mësuan se me mësuan, se fuqia më molle, në vjen ka të përditura, por ka fjallet të bukura, unë të marrë me vete urtësinë. Unë që isha ka që vogël dhe kisha frik nga çdo gjë, këtu kuptova se s'ka rëndësi sa vogël je. Mësuesja më tha se me guxim dhe me një hap të vogël çdo ditë mund të arrish në malin më të lartë të dijes. Shkëlqyshe, bëni gati sepse rrugtimi jon nuk na mbaroi këtu. Një rrugtim shumë I gjatë, pa na për shkolla. You're
Në përmbyllje të ceremonisë, kopshti i Xixëllonja u nda diploma të gjithë fëmijëve parashkollor si simbol i rrugtimit të tyre të suksesshëm dhe i hapit të rëndësishëm që po hedhin drejt shkollës. Me buzëqeshjen në fytyrë dhe emocionet të veçanta, voglushët morën kujtimet e tyre të para në një arritje të rëndësishme në jetën edukative. Me këtë rast të pranishëmve, ju drejtua dhe drejtoresha Suela Kaca, e cila përgëzoi fëmijët për rrugtimin e tyre, falenderoi prindërit për bashkëpunim dhe besimin e treguar, si dhe uroi që çdo fëmijë të vazhdojë me të njëjtin entuziazëm, kuriozitet dhe dëshirë për të mësuar në kapitullin e ri që i pret. Ajo theksoi se vitet e kaluara në kopsht përbëjnë themelet e para të edukimit dhe zhvillimit të tyre, duke shprehur krenarin për sukseset dhe përparimin e secilit fëmijë. Ceremonia u mbyll mes duartrokitjeve, emocioneve dhe urimeve më të mira për gjeneratën e re, e cila nga sot nisi një rrugtim të ri drejt dijes dhe suksesit. Mysafirë të nderuar, miq dhe dashamirës, koleg, përfaqësues institucione dhe gjyshër, prindër të dashur, sot e ndryshuam pak protokollin, i lejuam xixat të flasim, ju pritem në këtë pyll magjik. Dhe ju falenderoj për kohën e veçantë, për emocionet që ndat me ne, buzëqeshjet edhe për jetimet e veçanta. Për ne, për sjellja e çdo gjenerate është emocion më vete. I kemi marrë për jush si ato xixat e vogla në kavanos që i simbolizuam në fillim të programit. Janë bazë Xixëllonja të shndritshme që sot performuan si artista këtu para jush. Ju falenderoj për zemërsisht për besimin e pakufi që na keni dhënë. Këtë vit kemi dashur që në pyllin e xixave çdo pikë të mishëroj edhe të simbolizoj punën tonë të përditshme. Po me këtë skenë fantastike, me këto pika të mirë menduara, kemi dashur mbi të gjitha të reflektojmë edhe oraret e zgjatura, edhe netët pa gjumë, por mbi të gjitha botën plot fantazie dhe imagjinat të këtyre fëmijëve. Çdo vjerë, çdo këngë, çdo rol ka simbolizu edhe ka mishëru gjithë atë që ata kanë mësu këtu në kopësh. Kanë mësu të jenë shok të mirë, kanë mësu të numrojnë, të sillen, të aktrojnë, edhe mbi të gjitha sot e kanë treguar sa të mirë kanë qenë për të gjithë, para të gjithë neve. Një falënderim i veçantë nuk mund të rrit pa falenderuar stafin që për të lënë modestin anash dhe me sinqeritetin më të madh mendoj se kam stafin më të mirë në qytet. I falenderoj për punën e palodhur. Faleminderit ju për besimin edhe xixave të vogla, një udhtim sa më të ndritshëm drejt bankave shkollore.